Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin, për të sjellur pranë jush ngjarje që në fakt kanë shqetësuar edhe kanë tronditur shumë publikun ton shqiptar. Do të ndalojmë tek gjesti, tek fenomeni i këtij Big Brotherit, tek djali i cili ka treguar shumë energji. Një djalë që vjen nga Big Brother në Big Brother me shumë sekrete. U folën shumë gjëra që gjesti është shitur, gjesti është paguar, ka qenë një marrëveshje mes dy televizioneve duke e ditur që këtë projekt kaq gjigande krijon po e njëjta gjë, domethënë rrjedhën gjithçka nga digital. Gjesti po manipulohet dhe me të po blehen vota edhe klikime. Hyrja e gjestit në Big Brother në atë pikë të lojës nga Big Brother i Kosovës ishte realisht shumë e dyshimshme. Gjesti ka disa ditë që nuk ndjehet mirë, ka disa ditë që nuk ndjehet i lumtur dhe ka disa ditë që gjesti nuk është ai gjesti më që ishte në shtëpinë e Big Brotherit. Mundohet të tregoj shumë atmosferë, mundohet të sjellën shumë adrenalin, mundohet të sjellën shumë dashuri, por në sytë e tij dhe brenda shpirtit të tij ka një sekret shumë të madh. Ka pikpyetje që në fakt nuk po fliten dhe nuk po tregohen. Një natë më herët, realisht pardje mbrëma, në shtëpinë e Big Brotherit, gjesti po qëndronte në verandë përballë saunës dhe po puthte hënën, po çonte puthje drejt hënës dhe po fliste me hënën. Një njeri që flet me hënën, domethënë ka shumë brenga shpirtërore dhe ka diçka me të që nuk shkon. Ka patur debate shumë të zëshme, sidomos që nga e Marta në Prime edhe më këtej, por edhe para Prime-it për një vesnë të cilën i quajti Viserlos, ka ngrënë ofendime, është bullizuar, është denigruar, është ofenduar pafund nga fjalë më të rënda që realisht rrallë herë apo ndoshta fare nuk i dëgjojmë në përditshmërinë tonë nga goja e njeriut. Por ja që në këtë reality show banorët janë të papërmbajtshëm edhe mund të krijojnë fjalë dhe mund të thonë fjalë të ndryshme. Ola dhe Viserlo e kanë ofendu dhe kanë sjell informacione nga jashtë pafund. Gjesti natën e mbrëmshme teksa po qëndronte në verandë, le të themi po kërkonte me dënes në një farë mënyre nga vllau i madh që dëshironte të shkojë në shtëpinë e tij, dëshironte të largohet nga Big Brotheri. Të njëjtën gjë ai ja tha edhe Valbonës, por me të gjitha informacionet që ne kemi arritur të kuptojmë deri më tani, gjesti ka të nënshkruar një kontratë e cila pason 2 vite nga përfundimi i Big Brotherit edhe më tani që gjesti ka bashkëpunim me Top Channel. Pa marrë parasysh se gjesti është lodhur, pa marrë parasysh se gjesti nuk është në ditët e tij më të mira dhe ndoshta ndjehet më i vakët, ndoshta ndjehet më i cekët pa prezencën e Eglit në shtëpi, gjesti duhet të qëndrojë sepse pretendimet janë që ai të jetë fitues i këtij kompeticioni. Por në një lajm që ne kemi arritur të marrim edhe të arrijmë të kuptojmë se çfarë po ndodhen dhe deri ku mund të vi kjo situatë dhe nga se gjesti i përjeton këto gjëra, dyshimet janë shumë të mëdha që largimi i Eglit shpirtërisht e dobësoi gjestin. Unë e kam thënë edhe disa herë, gjesti nuk është njeri që i tregon ndjenjat, gjesti nuk është njeri që i shpreh ndjenjat, ai gjithçka e mban brenda vetes së tij dhe largimi i Eglit nga shtëpia duket qartazi që ka ndikuar shumë në shpirtin dhe emocionet e tij. Shtëpia e Big Brother VIP Albania vazhdon të mbetet një arenë emocionesh të forta, lojtar strategjik dhe tensione të papritura. Ngjarjet e fundit kanë tronditur jo vetëm banorët, por edhe publikun që i ndjek me intensitet dhe interes zhvillimet brenda kësaj shtëpie. Një nga momentet më të diskutuara është padyshim kriza emocionale e gjestit, i cili ka shprehur dëshirën për t'u larguar nga gara. Mbrëm gjatë një momenti reflektimi në verandën e shtëpisë, gjesti u shfaqi trazuar dhe tha se dëshironte të largohej nga Big Brother VIP Albania. Kjo deklarat vjen vetëm pak ditë pasi Egli, një nga njerëzit më të afërt të tij brenda shtëpisë, u largua nga gara. Largimi i saj duket se ka ndikuar drejt për drejt në qëndrueshmërinë e tij emocionale dhe në mënyrën se si ai po i përjeton gjërat brenda kësaj shtëpie. Por a është e thjesht kjo krizë momentale apo gjesti po bëhet një lojtar nga më i dobti
pa praninë e eglit. Që nga fillimi i edicionit, Gjesti është shfaqur si një lojtar i qetë, shpesh i gjallë, por i vendosur në strategjitë e tij. Megjithatë, raporti i tij me eglin e bëri një figurë të diskutueshme të kësaj loje. Ata kishin një lidhje të fortë, e cila jo vetëm i dha siguri atij, por edhe një motiv për të bërë një lojë fantastike, duke e patur se çfarë afrimiteti kishin, duke e parë se sa komentonin, se sa bukur e luanin lojën. Le të themi, egli ishte një aleat shumë i rëndësishëm për lojën e Gjestit brenda kësaj shtëpie. Tani që egli nuk është më aty, Gjesti duket sikur ka humbur orientimin. Ai është më i tërhequr nga shumë gjëra, më pak i angazhuar në biseda dhe mbi të gjitha e ka shprehur hapur dëshirën për të dalë nga kjo garë. Kjo sjellje ka ngritur dyshime tek publiku dhe tek banorët. A është ai duke u dorëzuar realisht? Apo është kjo një mënyrë për të tërhequr vëmendje dhe për të marrur mbështetje nga jashtë? Nëse Gjesti vazhdon të largohet, do të bëhej një nga banorët e parë që do të braktiste lojën për arsye personale, një banor si fenomeni i Gjestit, nuk flasim për banorët e tjerë, një banor si Gjesti, që ka shndruar Big Brotherin në kryefjalë, do të thonë ka krijuar biliona shikime. Por, nëse qëndron, ai duhet të gjejë një mënyrë për të rimarrë forcën dhe për të krijuar një rrugtim të ri brenda kësaj shtëpie, larg hijes së eglit. Disa banor janë përpjekur ta mbajnë të motivuar, që në këtë rast është Rozana dhe Danja, ndërsa të tjerët kanë vënë në dyshim sinqeritetin e tij. Shumë djegës të formatit mendojnë se nëse ai nuk arrin të krijojë një lojë të fortë dhe individuale, mund të shndrohet në një nga lojtarët më të dobët të këtij sezoni. A do ta shohim Gjestin të gjejë forcë për të vijuar garën, apo do të zgjedhë të largohet dhe t'i hapë rrugë një konkurrenti tjetër? Të gjitha skenaret janë të hapura dhe publiku mbetet në pritje të vendimit të tij përfundimtar. Një gjë është e sigurt, Big Brother VIP Albania nuk pushon së surprizuari. Unë jam shumë i bindur që produksioni në asnjë mënyrë nuk do ta toleroj Gjestin që të largohet nga shtëpia. Jo që e mban me dhunë, do të thënë këtë mos e themi, sepse asnjë njeri produksioni aty brenda nuk e mban me dhunë. Do të thënë edhe Egli ishte një banore shumë e rëndësishme, edhe Egli kishte shumë klikime, edhe Egli kishte shumë shikueshmëri, dhe për Eglin të gjithë ishin kurreshtar të shohin se ç'a bëhet, por kur është në pyetje shëndeti, me patjetër që produksioni do kujdeset në mënyrën më të mirë të mundshme për shëndetin e saj. Ne shumë mirë e dim që banorët brenda kësaj shtëpie janë 10 herë më të sigurt se ato që janë jashtë shtëpisë, sepse Top Channel ka një siguri të paparë dhe produksioni ka një siguri të paparë, është një media gjigande. Dhe në qoftë se Gjesti vërtet nuk e ndjen veten e tij mirë, vërtet nuk është mirë, ai me patjetër që do largohet nga shtëpia dhe do të kujdeset për veten e tij. Por unë e shoh Gjestin të fortë në lojë, por e shoh të pambështetur. Dhe kjo mund të jetë një strategji e Gjestit, që të merr informacion nga jashtë, që publiku të sjellë një dron dhe të kupton se ku qëndron loja e tij, ku është edhe se çfarë duhet të bën, domethënë mund të jetë një nga strategjitë e tij dhe unë e kuptoj shumë bukur se banorët për të mbijetuar brenda kësaj shtëpie duhet të përdorin strategji dhe në anën tjetër mund të jetë një lodhje e momentit që Gjestin e ka marrë malli shumë për familjen dhe dëshiron të shkojë te familja e tij. Dyshimet janë shumë të mëdha, por që produksioni e mban me zor nuk ka shans, sepse produksioni nuk mund të mbajë njeri me zor, sepse dhe ato banorët aty që janë të mbrojtur për etikën me tyre, dhe për të mbajtur një njeri me zor t'i bën krim, dhe produksioni nuk mund të bën krim në asnjë mënyrë. Por përkundrazi, produksioni besoj që nëpërmjet psikologëve, nëpërmjet stafit mundohet t'i bindën këto banorët, sepse që në ditën kur është krijuar ky reality show, është krijuar me një fillim, me një mes edhe me një përfundim. Tani normalisht, për hatër të gjithë shikuesve, publikut e gjithë të tjerave, kjo është një lojë shumë e fortë, është një lojë nervash, është një lojë psikologjike, është një lojë shumë e rëndë, që në ditën e parë banorët që hyjnë në atë shtëpi e dinë shumë bukur se çfarë do të kalojnë dhe se sa lojë e fortë është aty brenda, se të gjithë ato synojnë për një çmim të madh.
Por ndryshimet ndodhen, Gjesti mbrëm ka kaluar momente shumë të bukura, është qeshur, është argëtuar, kanë treguar histori dhe besoj që këto momente janë momentale, por unë e di që Ledioni në krye me produksionin do t'i bëj një surprizë shumë të bukur Gjestit që të paktën t'ia lehtësojnë shpirtin për të vazhduar ai të bëhet edhe më i fortë në këtë Big Brother që të qëndron deri në datën e fundit. Të shtunën me patjetër që do të presim një surprizë për Gjestin.